gjykatësi nuk ka rekomanduar dhe sankcionuar që t'i shtohet kjo vepër penale si grupi strukturuar kriminal. Por ka evidentuar këto element, sepse me ndryshimet që janë bërë me kodin e ri të procedurës penale, edhe gjykatësi para prak, që është edhe për shqyrtimin e masës së sigurisë, po edhe të procedurës që ka ndjekur prokuroria, duhet të shohë nëse rruga e hetimeve është bërë në mënyrë të barabartë dhe ezauruese. Dhe thotë që konstaton që aty janë 3 persona, pra është masa e 3 personave që të quhen grupi strukturuar kriminal, ka patur qëllim përfitimin, vepra penale është kryer në mënyrë të përsëritur dhe në kohë nga këta persona, ndaj unë i evidentoj. Mirë është që të mos ndodhemi përpara rastit analog si që ka qenë ai i zotit Beqaj, nëse flasim për seancën e gjykatës para prake, ku prokurori çështjes nuk shkoi me akuzën e grupit të strukturuar kriminal dhe gjykatësia para prake mori vendimin që të bëhet që të jetë dhe akuza e grupit të strukturuar kriminal. Çfarë do thotë kjo? Kjo është një masë rënduese edhe për çështjen e të pandehurit, se në momentin që gjykata pasi ka shkuar, kam përfunduar hetimet, i thot prokurorit që shko heto edhe një herë, atëherë zgjatet dhe afatet e paraburgimit dhe rëndohet situata e tij. Pastaj, mua më duket pak e çuditshme çështja që fakti që shumë prokuror të SPAK-ut është konstatuar vepra penale e grupit të strukturuar kriminal dhe vetëm prokurorët e SPAK-ut nuk e dallojnë këtë vepër penale. Dhe këtu po flasim për gjykatës me integritet, gjykatës me shumë vjetërsi në detyrë që e kanë konstatuar këtë vepër. Flasim për rastin e zotit Beqaj që ka qenë rasti nga gjykatësia e Erion Bani. Flasim për çështjen 5D konstruksion që ka qenë nga gjykatësia e apelit Florian Kalaja. Po ashtu nga Dimitër Laro ka qenë çështja e inceneratorit të Tiranës, që po ashtu edhe aty është rekomanduar ose sugjeruar që të shihet vepra penale grupi strukturuar kriminal, dhe ndërkohë shohim disa raste të tjera që janë disa emigrantë që kalojnë kufirin në mënyrë të palishme dhe për ata është vepra grupi strukturuar kriminal. Zoti Bushati, ju si e mendoni, pse gjyqtari? Gjykoni një gjithë krejt tjetër, kuptoni, kanë sjellë letrat aty dhe të gjykojnë mbi këtë gjë, pse e ka shtuar tani? Mirë më bëjnë që e thonë, këta nuk e shohin Erion Velien dhe Edi Raman si pjesë i grupit strukturuar kriminal ke inceneratori, e gjenë këtu. E drejt atyre. Ne të debatojmë për këtë që Elmana Bule, kjo Ajola Zoza dhe Erion Veliaj dhe për te që vëmendjen Toni Ju nga jere më të rësishme. Të inceneratori është do një njëti orientim. Inceneratori Tiranës nga gjykatësia e apelit, po SPAK-u se ka parë. Gjykata e apelit e ka dhenë, thotë kjo. Për emrat që thash unë. Po për grup të strukturuar e ka dhenë. Se që nëzirin ata pasarit në grup të strukturuar. Mund të strukturoj edhe ata që prashisnin atje. Okej, jemi atere, zoti Bushati tani, çfarë mendoni ju për izolimin e Veliajt? A i plotëson kriteret për të mbajtur sipas jush, keni qenë njeri që keni debatuar në shtyp, gjerësisht, përgjithsisht, edhe për këtë problem, por për problemet e tjera të dosja Veliaj. A i plotëson sipas jush kriteret e Erion Velia për të mbajtur izoluar, apo mbajt në qeli në mënyrë arbitrare? Pa dyshim që i plotëson, duhet të ishte shumë përpara. Pra, i është dhënë kohë mjaftueshme për të bërë dëme. Është me vonesë aty ku është, jo s'duhet të ishte aty ku është. Është me vonesë të aty. Atere, nëse kemi një person që se debatohet shumë kjo gjë tani, Bushati tha gjerën e vetë është me vonesë thotë, por nëse kemi një person që edhe nga burgu përpiqet ndryjtë dëshmitarët, si mos e bëj këtë gjë, po tjetë jashtë. Ose për shembull të marrim provën tjetër kur e thashën mision e kaluar, Ilir Meta nuk prish ndonjë provë. Por ai është brenda. E kanë marrë dhe atë. Dhe ai ky vijon të jetë kryetari i bashkisë. Veliaj. Dhe i ka të gjitha pushtetet për të manipuluar për gjitha. Pra, është e drejtë ky kryetar s'është më? S'është më?
A i raportua më do? Që do votoj në Durrës. Se ti e që Rama vuri atë që donte. Do zbresim aty. Dhe si tani një pyrim pas e kam këtë. Po? Unë mendoj këtë që, si do që tjetë, ne mund të themi se dëshira jonë është që Erion Velinën ta dënojnë për çdo qime flogo që ka bërë, unë të paktën, dhe në fakt Bashkia e Tiranës ka qenë një nga, themi, nga institucionet më agresive shkatrimtare që është bërë këtij qyteti dhe sigurisht një nga, themi, gropat më të mëdha të korrupsionit në këtë vend. Që sigurisht Erion Velia meriton të dënohet mirë, domethënë. Por gjithsesi unë shoh që SPAK ka qenë vërtet me vullnet për ta dënuar zotin Velia dhe bën një dallim shumë thjesht. Unë nuk i hy dosjeve, Klodi dhe Za merret konkretisht me dosjet, por unë shoh që fakti që këtu ka pasur vullnet për të shkuar dhe për të zbuluar gjërat cilat nuk kanë qenë në dosjen e parë, ose në fillim të hetimit. Për shembull, fakti që zbuluar një apartament i fshet dhe këtu kjo madje duket se e ka acaruar Erion Velinë, edhe kjo çështja që zoti Bushati thotë çështje mbathjesh, mua më duket se nuk është thjesht çështje mbathjesh, por duket thellësia e hetimit, po jo, duhet të them që pra SPAK ka shkuar deri në detaj dhe ka shkuar deri në gjëra. Përmenda unë, po. Jo, e ke përmendur tjera, po ke replik me emisionin e kaluar. Jo, më mirë, dakor. Do një fjali thash. Më përpara se s'ka qenë te ne. Një fjali thash. Atëre hym. Thjesht po duhet të them këtë që SPAK-u tregon që ka pasur dëshirë ta hetojë dhe të shkojë deri në fund të çështjeve. Një prokurori e cila nuk ka dëshirë të hetojë, mendon, thjesht nuk zbulon prova. E mbyll çështjen me aq prova sa ka. Dhe ne jemi mësuar 35 vite, kështu ka qenë prokurorit këtu, kur s'duan të dënojnë ato çështje që kanë i çojnë dhe ato i çojnë të gjymtuar dhe kur shkon në gjykat dosja bie sepse s'ka qenë e plot. Të rasti zotit Velia kemi 4 akuzat, cilat janë njëra më e rëndë se tjetra dhe tregon që dosja është kopsitur. Sigurisht ndoshta shifrat nuk janë aq të mëdha, ama çështja është kopsitur dhe është për korrupsion drejt për drejt. Çfarë rrezikon zoti Velia që shkojë deri në 10, 15, ndoshta edhe 20. Kështu është maksimumi pak nga 10 deri 20 vjet. Që do thotë zoti Velia SPAK e ka masakruar, e ka demontuar dhe pra nuk bëhet më për politik. Dhe përveç kësaj do vuaj një dënim vërtet serioz që do të drithëronte çdo që është aty rreth rrotull Ramës. Kështu që në këtë kuptim unë nuk kam çfarë t'i them SPAK-ut përveç se përgëzim që ka çuar një nga figurat më të larta politike në këtë vend. Unë besoj që mbas Edi Ramës, Erion Velia ishte figura më e vështirë për ta çuar prapa hekura. Dhe kjo më bën të mendoj që kjo është një serioze duke folur gjë që qartë. Nuk kemi parë kurrë në këtë vend, mendoj. Zoti Bushati, ju thoni që SPAK bën propagandë. Dhe është prekur nga lalëzimi. Pse mendoni këtë? Lalëzimi... Besoj ka me Erion Velia nevojë. Lalizimi. Lalizimi. Jo lalëzimi. Pra, me gjithë shkojnë, po pysim dhe për lalën, po me i.